Nëse deri dje kishte ende dyshime, tashmë gjithçka është zyrtare. Ish-banorët e Big Brother VIP, Matteo Bori dhe Brikena Selmani, nuk janë më bashk. Pas disa ditësh me unfollowe, foto të fshira, mesazhe të koduara dhe lëvizje që u analizuan deri në detaje nga ndjekësit, dyshja vendosi t'u jap fund aludimeve. Fillimisht reagoi Matteo, i cili rreth orës 1:30 të mëngjesit konfirmoi ndarjen përmes një mesazhi publik. Ajo që dalloi ishte fakti se Matteo zgjodhi të mos e përmente asnjëherë Brikenën me emër, duke thënë se respekton personin dhe kohën e kaluar me të, por se nuk donte që lajmi të kuptohej nga një story apo një like në rrjetet sociale. Rreth 35 minuta më vonë, erdhi edhe reagimi i Brikenës, e cila nuk la më vend për interpretime. Po, unë dhe Matteo nuk jemi më bashk, shkroi ajo, duke sqaruar se mes tyre nuk ka pasur mungesë respekti dhe duke kërkuar pak qetësi mes gjithë zhurmës që ka shoqëruar situatën. Brikena shtoi gjithashtu se ka vendosur të tërhiqet përkohësisht nga disa platforma dhe grupe, pasi diskutimet dhe postimet rreth ndarjes po ndikojnë negativisht tek ajo.